Mbrëmjen e kaluar u realizua me sukses shfaqja teatrale Pas perdes së heshtur e aktores Vjoca Baftiu Zulbeari, e cila solli emocione të forta dhe mesazhe të rëndësishme për publikun e pranishëm. Përmes një ndërthurje të arir të regjisurës, tekstit, interpretimit të fëmijëve aktor, ndriçimit, muzikës, zërimit dhe skenografisë, shfaqja përcolli qartë mesazhin se çdo fëmijë meriton të rritet në një mjedis të mbushur me dashuri, siguri, mirëkuptim dhe përkraje, larg çdo forme dhune. Ne nuk kemi nevojë për prindër të kursosur, ne kemi nevojë për prindër që na dëgjojnë. Ne nuk kemi nevojë për më shumë heshtje, kemi nevojë për zemra që flasin. Aktoria Vjoca Baftiu Zulbeari falenderoi publikun për mbështetjen dhe emocionet e ndara, ekipin realizues për përkushtimin profesional, si dhe fëmijët aktor, të cilët me talentin dhe sinqeritetin e tyre prekën zemrat e të pranishmëve. Çdo herë jemi munduar të kemi shfaqjet me tematika të cilat janë problemi kyç ose problemi kryesor i përditshmërisë së sonë. Dhe jo rastësisht vendosëm që së bashku me të gjithë këta fëmijë ta ngrejmë zërin për hir të atyre fëmijëve që janë viktima të dhunës në familje, sepse këta fëmijë janë ata që dëshirojnë ta kenë buzëqeshjen e tyre, lumturinë e tyre, përqafimin e familjes, dhe jo rastësisht shumica e fëmijëve këtu i mbanin edhe këmishat e prindërve të tyre si pjesë e mbrojtjeje faktikisht që kanë nevojë për prindërit e tyre. Kjo, siç thash pak më herët, se është një realitet shumë i hidhur, i cili është përhapur me të madhe si një virus i keq na ka kapur në shoqërinë tonë. Dhe me të vërtetë nuk dua që të shoh fëmijë të stresuar, të friksuar siç i patë edhe ju në skenë. Kur tha njëra nga nxënëset për zënk na duhen 2 persona, po pse jo i treti t'i pajton prindërit, t'i ofron prindërit, t'i tregon se nga ajo dashuri e prindërve kanë lindur ata, dhe pse së bashku mos të kënaqen me atë dashuri. Pas perdes së heshtur ngriti zërin në emër të shumë fëmijëve që përballen me dhunën në familje dhe që shpesh vuajnë në heshtje. Përmes artit skenik, publiku pati mundësinë të reflektojë mbi rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve dhe krijimit të një ambienti të shëndetshëm për zhvillimin e tyre. Kjo shfaqje përcjell një mesazh mjaft të rëndësishëm për dhunën në familje, ku na ndihmon të reflektojmë mbi vlerat dhe sfidat që na sjell jeta. Po ashtu kam nderin dhe respektin të falenderoj profesoreshën tonë të aktrimit, profesoreshën Vjoca Baftiu Zulbeari, që e bëri këtë shfaqje akoma më madhështore dhe spektakolare. Shumë bukur, shumë mirë. Mendoj se radhët qera kur dhe bëjmë edhe ma mirë, se dhe kina edhe ma gjatë këtu këtë të Vjoca. Do t'i thëmë faleminder për gjithë gjërat që në kanë duruar. Faleminderit. Shfaqjet kanë kaluar shumë bukur, në këtë shfaqje kisha rolin kryesor, se kam bërë 4 vjet, më kanë pëlqyer shumë dhe faleminderoj shumë Teten Vjoca që gjithmonë ka qenë përkrahja jonë. Faleminderoj edhe Teten Vjoca që e realizoi këtë shfaqje me një kuptim shumë të rëndësishëm dhe domethënie shumë të bukur, të cilët besoj që do të ketë një mesazh shumë domethënës për të gjithë gostivarin dhe në për vende tjera, dhe besoj që ju ka pëlqyer. Kam një pyetje për të gjithë prindërit, se ju kur jeni këtu, ne fëmijët kanë shumë gëzim ju kur jeni. Kjo ishte shfaqja e 3 ose e 4 e imja dhe mendoj që do ta vazhdoj deri në fund. Falenderoj Teten Vjoca për përkushtimin dhe mundin që e ka dhënë për shumë gjatë, për 3 vite tash. Edhe dua t'i falenderoj shokët e mi që e kemi bërë këtë shfaqje bashkë, se pa ato nuk do mund të realizoheshte kjo shfaqje shumë e bukur. Fillimisht dua të falenderoj Teten Vjoca, ajo paket ne nuk do kishim dalë në skenë, është shumë kënaqësi se edhe jam pjesë ke aktrimi, edhe unë si kam dalë skenë, kam marrë pjesë, jam shumë krenare, dhe jam krenar të këtjerët, se vërtet ato ne kanë provuar të në rol, dhe une shumë e pëlqej aktrimin, se vërtet t'jep kreativitetin. Une në këtë shfaqje pëlqeva shumë dhe falenderoj shumë Teten Vjoca. Në kursin e aktrimit kemi mësuar shumë gjëra, kemi mësuar se si ta përballojmë stresin, se ushtrime shumë të ndryshme, si të marrim frymëmarrje me diafragmë. Mendoj që Tetja Vjoca dua një falënderim shumë të veçantë
ti them të të Zvjolca, faleminderit shumë për gjithçka, për çdo lodhje dhe për çdo përkrahje që na ka dhënë. Dusha ta falenderoj të Vjollcën shumë për punën e saj që ka punuar çdo herë me guxim dhe çdo herë kena dalë duke shkëlqyer vetëm për punën e saj. Faleminderit sot gjithë që keni ardhur. Unë dua ta falenderoj Teten Vjollca për përkushtimin dhe mundin që ka dhënë për këtë shfaqje. Kjo shfaqje ka një kuptim shumë të rëndësishëm dhe shpresoj që të frymëzoj njerëzit nga e gjithë bota. Mesazhi përmjetësisht i qartë të mos heshtin përballë dhunës dhe të dëgjojmë zërin e fëmijëve.